Për turpin e vet, gjykata kushtetuese i dha të drejtë Erion Veliajt. Mirë, unë nuk mendoj se anëtarët e asaj gjykate kanë qenë tërësisht lirë për të vendosur në këtë rast. Besoj fort se ka qenë Edi Rama ai që ka paracaktuar vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse me kalimin e javëve dhe ditëve është friksuar se pushteti i tij në Tiranë po i vinte fundi. Për dy faktorë. E para njëherë janë përçarjet brenda Partisë Socialiste, ku me sa duket të gjithë ata që po rrezikohen në burg, Belinda Balluku, Erion Veliaj e tjerë pakënaqur PS-s, po përpiqen të hidhen sa më parë nga anija e pushtetit të deri më sotëm. E dyta ka të bëjë me impaktin e lëvizjes bashkë. Edhe sondazhi i postuar në një televizion tërësisht armiqësor ndaj lëvizjes bashkë e nxirr televizjen bashkë në Bashkinë e Tiranës me një rezultat 12.5%. Unë besoj fort dhe nga dhënat tjera që kanë pasur se rezultati në Tiranë, sikur zgjedhjet bëheshin sot, do të ishte akoma dhe më i lartë, për të mos thënë që do ishin befasia e jashtëzakonshme e këtyre zgjedhjeve. Gjithsesi, u bë thirrje qytetarëve të Tiranës dhe të Shqipërisë që të mos mërziten nga ky vendim. Ne do të jemi në rrugë për ditë. Ne do të kërkojmë me do e mos zgjedhje. Edhe po të mos i kemi lokale, ti kemi qendrore, sepse këtij pushteti po i vjen fundi. Ky është i pushteti kalbur, Shqipëria ka nevojë për një forcë të re, vitale, të guximshme, që e thot vërtetën, që i lufton për bindshat e politikës korruptuar dhe oligarkisë ekonomike, dhe kjo alternativë është lëvizja bashkë. Ndaj uftoj të gjithëve na bashkoheni në aktivitetin ton, protestat që do të mbajmë dhe në gjithçka për t'ju kundërvënë, po e them edhe një herë, këtij sistemi fundërkrye të kalbur, të cilit i ka ardhur ora e fundit.